Visar kërkoj falje, po ishte nevojshme të flasim pak për këtë aksion simbolik që kanë pasur sot shoqëritë civile, natyrisht edhe fakti që ata nuk janë lejuar sot që të bëjnë monitorimin e seancës. Si e komentoni ju? Po shihet qartë që tash e 4 vite lëvizja vetëvendosje krye me Albin Kurtin të tonë shtetin demokratik ta kthejë në shtet anarkik. Pra gjithë shka që është ndërtuar me mund të sakrificë, për gjithë këto vite me radhë të kthejnë në anarkizëm dhe në një farforme të jenë ata personat e vetëm të cilët e kam fjalën e fundit në vend. Kjo situatë është e pazakontë, është situatë që nuk, edhe pse pritet të ndodhë edhe nga kjo, pasi që tash e 3 muaj jemi të bllokuar nga këta njerëz. Nga këta njerëz që janë shumë destruktiv, janë njerëz të cilët nuk pranojnë bashkëpunimin dhe një farforme e shohin shtetin si gjën e tyre personale. Po, në fakt, arsyetimi i sigurimit pas ka qenë që ky është qëndrimi i zotrit Avni Dehari. Është kjo jashtë kompetencave të tij? Është, e tha edhe Melosi, është totalisht jashtë kompetencave, pasi që ai edhe vetë në deklaratat e tij të para seancës deklaroi, tha, unë tha jam si kryesues vetëm fal moshës në këtë rast dhe nuk kam kompetenca ekzekutive më shumë se sa vetëm ta udhëheq seancën. Po, në fakt ishte ky si një lloj arsyetimi që sot Dehari e pati ka shi situatës, sepse ati rastisi që t'jetë në rolin e kryekuvendarit. Kushdo që të ishte nga lëvizja vetëvendosje në këtë rast do të vepronte njëjtë sikur zotri Dehari, pa çka se mu vjen shumë keq që ai është duke u përdorur si vegël e lëvizjes vetëvendosje në këtë situatë, pasi që zotri Dehari vjen nga një familje e cila është një familje e njohur, një familje e cila historikisht ka punu për Kosovën e jo në të keqen e Kosovës, e tjetë pjesë edhe tjetë vegël e një individi ose 2 individëve në këtë rast Albin Kurti dhe Dejona Mihalit është përkeqardhje. Si e komentoni dështimin e 22 dhe sot për konstituimin e kuvendit? Patët pak shpresë që sot do të ndodhë diçka? Jo, të marrë parasysh edhe paka shumë debatin e mbrëmshëm mes 2 deputetëve të pozitës, ta që kështu dhe opozitës, e pash që nuk ka diçka konstruktive, nuk ka marrëveshje politike, mungon vullneti mes palëve, pra partive në skenën tonë politike, dhe po besoj që për fat keq që do të shasë ende. Po, në krejt këtë situata, po mendojni që Albin Kurti po mundohet blej kohë, sepse janë partitë opozitare ato që kanë dhënë opsione disa emra të cilët do t'i votonin si kryetar të parlamentit, ndërkohë që ai nuk po e ndron emrin Albulina Axhiut. Po besoj që aty është edhe pika referente pse na jemi të bllokuar, pra forma se si partitë opozitare ju kanë qasë gjithë kësaj situate. Partitë opozitare kanë pas mundësi që ta votojnë Albulina Axhiun dhe sinqerisht ta testojnë Albin Kurtin e ka numrat për pozitë ose për krimin e qeverisë. Dhe duke marrë parasysh që nga historia e kalume duhe njoftë Albin Kurtin dhe kryenisinë e tina në momentin që ti ofrohesh atij me një zgjidhje nga cila do që tjetë aja i do të refuzoj. Po, a mendoni që është çështje ego, apo po mendoni që po planifikon diçka më të madhe si kjo? Jo, absolutisht është çështje ego, është çështje inati drejt për drejt me votuesit që nuk arritim i marr ato 500.000 votat e famshme të kërkuame dhe në farforme kjo blokad vjen krejt si pasojë e egos tij personale. Ai dëshiron të përsëritë kishte pushtetin absolut, të vepronte në atë formë, pasi që e dim që një koalicion të cilin e kishte me lëvizjen me LDK-n dhe lëvizje vetëvendosje në vitin 2020-2021, rezultoi si pasuksesshëm për shkak të egove dhe kryenësisë së Albin Kurtit. Në këtë formë ai nuk mund të pranojë një bashkëpunim tjetër me partitë opozitare në këtë rast. Në fakt, gjatë gjithë kohës po fajsohet vetëm Albin Kurti, ndërkohë që Albin Kurti dërgoi edhe një letër ku i bëri ftesë LDK-s që të bëhet një koalicion. Ishte apo nuk ishte sinqerte, kemi diskutuar shumë herë, po a mendoni që edhe partitë opozitare kanë pak faj në mos konstituimin e kuvendit dhe këtë blokad që po ndodh? Nëse kthehemi pak në retrospektiv nga viti 2010, kur lëvizja vetëvendosje për herë të parë shfaqet në Parlamentin e Republikës Kosovës, prej atëherë e deri më sot, edhe në vitin 2014, kur e kishim atë blokadën 6 mujoshe, rreth 6 mujoshe, Albin Kurti asnjëherë nuk i ka votuar kandidat për kryeparlamentar.
çdo herë ka qenë kundër atyne. Pra unë po besoj që kjo është një lloj karma e cila po i vjen Albin Kurtit, pak a shumë, e sa i përket ftesave të cilat i bën Albin Kurti, po besoj që ftesa ishte më shumë për PDK-n, pasi që në 3-4 raste përmendi më shumë PDK-n se sa vetë LDK-n, dhe po besoj që kjo është e gjitha, pra ai tenton që përmes LDK-s të afrohet te PDK-ja, dhe të njohim Albin Kurtin, ai çka thot ditë nuk del natën, kështu që nuk është diçka e re. Po, ndërkohë u tha shumë që Albin Kurti po tenton që të blej kandidat nga opozita, patëm edhe dje një konfirmim për 2 deputet nga LDK-ja, ndërkohë që e dim edhe për Adem Hoxhën dhe Duda Balje, si e komentoni këtë? Adem Hoxha sa e di është pjesë e Aleancës për Armërinë e Kosovës dhe nuk besoj që do të largohet nga aty, sa i përket Duda Baljes është opcioni profesoreshës, pra nëse vetëm do ta merr atë postin e famshëm të profesoreshës dhe patjetër që ai ka votën e gatshme. E sa i përket blerjes Ju duk juve e çuditshme personalisht kur e pa deklaratën e Duda Balje? Unë e pyes veten se çfarë mund të ligjeroj Duda Balje. Pra cilën temë, ku mundet me ligjeru Duda Balje. Pra nuk më duket as pak e aftë për atë pozicion, po shit blerja e votës, po të duket aftë si deputetet pakta? Asnjëherë. Prej momentit parë që Duda Balje është pjesë e Parlamentit Kosovës, unë atë e shoh vetëm si vegël të listës sërbe. Të listës sërbe? Patjetër, ajo është një vegël i listës sërbe dhe nëse shikon historikisht, ajo zakonisht ka punu në bashkëpunim me listën sërbe, kanë pas një farloj koordinimi në votime, në mënyrën se si janë paraqit në kuvend, pra asnjëherë nuk më ka do konstruktive në formën reale si që paraqitet. Po, këtë herë po ati një qëndrim, pra nuk deshi që... Po qëndrimi saj po dihet. Po gjithmonë në thonjza, sepse se kemi të konfirmuar, po ju është ofrua dhe diçka dhe nuk e ka pranu dhe ka dalë publikisht ka folë për këtë fakt. Ajo dëshiron, kërkesa e saj është janë komunat me shumicë poshtnjake, të cilat edhe në kundërshtim me kushtetutën janë, nëse nuk ka bojon, janë një lloj asociacionin vete, pra që kërkon ajo, dhe shiko, këta janë njerëz irreal, jo real edhe në kërkesat e tyre në raport me pushtetin cili do qoftë ai. Në të kalumen kanë marrë edhe nga pushtetet gjana të cilat në farë forme ndoshta edhe kanë qenë kundër kushtetues ose të kundërligjshme dhe janë mësuar me atë lloj forme. Dhe kjo është një problematik tjetër pse këta njerëz pastaj shfaqen edhe paraqiten si heronj kombëtar tonë. Po, e qartë, ndërkohë AK-ja i ka dhënë si 2 emra që do t'i votonin si kandidate për kryekuvendare, ka qenë Emri Shqipe Selimit edhe Saranda Bogujevcit. Mendoni ju që do t'i votonin ata realisht të emra dhe pse mendoni që Albini nuk po e bën këtë ndryshim të zonjës Haxhiu me këto 2 zonja të cilat i kanë propozuar nga opozita? Shko, pse nuk ndodh ndryshimi, ata kanë deklaruar Albolina Haxhiu është femna me votuar në Kosovë, ka legitimitetin nga votuesit, nga populli dhe si pasojë lëvizja vetëvendosje dëshiron që një grua ta udhëheqë kuvendin. Po pyetja që unë do ta parashtroj për lëvizjen vetëvendosje në këtë rast është se a është Albolina Haxhiu më e rëndësishme se Kosova? Edhe nëse është patjetër që të jetë një grua në krye kuvendarës, në krye të kuvendit, pse mos të jetë Saranda ose Shqipja, dhe ato dyja kanë një histori të tynen të cilën mund edhe janë kogja unifikuese në raport me partitë e tjera, pra mund ta bënin një paraqitje shumë të mirë në një mandat sado qoftë ai që zgjat. Po, derisa po fola më herët me Melosin, e pyeta edhe për dërgimin në kushtetuese nga partitë opozitare mos konstituimin e kuvendit. Po më intereson edhe një përgjigje nga ju. Mendoni që gjykata kushtetuese do të kthejë një përgjigje sa më herët dhe cila do të ishte ajo? Po është shumë e nevojshme që gjykata kushtetuese ta kthej atë përgjigje, pasi që shohim edhe partitë opozitare që ngurrojnë të votojnë pro ose kundër këtij vendimi, po pyetja është pse të votohet më shefta, jemi Big Brother apo në kuvend të Republikës Kosovës. Pra, këta njerëz të cilët votojnë sot më sheft nesër prapë do të paraqiten, prapë emrat e tyre do dalin, pra do të shohim se kush ka votu. E nëse është në pyetje një bashkëpunimi i lëvizjes vetëvendosje me listën sërbe, këto 2 parti kanë bashkëpunuar të kaluamën ose mandatin e fundit, po kanë pas disa bashkëpunime, pra nuk është diçka e re. Dhe po shpresoj shumë që gjykata kushtetuese sa më shpejt ta kthej një përgjigje,
dhe ta dim se ky vendim a është i drejtë apo jo i drejtë dhe partitë opozitare të orientohen pastaj me votën e tyre. Po, ndërkohë të flasim pak për rolin e presidentës Vjosa Osmani. E dim që ajo i ka ftu partitë në një konsultim, mirë po kaq. Mendoni se duhet bëjë më shumë presidentja në këtë ngërç politik, cilin po e përjetojmë gjitha? Është një angth politik më shumë se ngërç politik për qytetarët e Republikës Kosovës, pasi që paralelisht kemi edhe shtrajtimin e energjisë elektrike, kostoja e jetës është shtrajtu 2 fish, po mdoket në këta 2 mujtë, 3 mujtë e fundit, nuk ka asnjë lloj mbikëqyrje, pra gjithkush bën çka don dhe është shumë problematike kjo pjesë. Sa i përket presidente ka ardhur në detyrën e saj fal një marrëveshje me lëvizjen vetëvendosje. Unë po besoj sikur ta kishte edhe fuqinë dhe mundësinë të bënte ndonjë ndërhyrje dhe ndonjë ndryshim pak më shumë, ajo nuk do të kishte guximin ta bënte. Pasi që është raporti i saj me Albin Kurtin dhe është mandati i saj i dytë. Mendoni që është çështje guximi për mos prishjet raporteve me VB-n? Patjetër, unë po besoj që Vjosa Osmani dëshiron një mandat të dytë si presidente dhe për Vjosa Osmanin është atë që e rëndësishme sa për Albin Kurtin që lëvizja vetëvendosje të dalë sa më e pastër nga gjithë kjo situatë. Po, e qartë. Nëse nuk e diçka me shtu, kjo është një situatë që po përsëritet vazhdimisht dhe realisht as ne s'kemi çfarë të shtojmë tutje. Jemi me sikur ato kasetat këtë njerë në replay dhe na po i përsërisim fjalët e njëjta. Po, me disa deklarime kështu që po na vinë për të na jepë çka me diskutu. Po besoj që ne do t'i kërkojmë falje qytetarëve se sinqerisht është një situatë e pazakontë, po shpresojmë që të kemi një lloj zgjidhje edhe na, edhe mas ne të kemi mundësinë që të ofrojmë pak më shumë për qytetarët. E qartë, Visar, unë të falenderoj shumë që ishe prezant sot në Kosova Live dhe diskutuam pak për situatën politike në vend. Kënaqësi është ime. Faleminderit.